Të hënën më 7 dhjetor në gjykatën themelore në Shkup do të mbahet seanca për vlerësimin e akt akuzës ndaj 29 personave në rastin e Kumanovës. Kjo seancë do të mbahet me kërkesë të avokatëve mbrojtës të akuzuarve në kundërshtim të kualifikimit të veprës penale. Të arrestuarit akuzohen për pjesëmarrje në organizata terroriste dhe për terrorizëm bazuar në nenin 394 të Kodit Penal të Maqedonisë. Sipas dispozitave të këtij kodi, nëse vërtetohet akt akuza e prokurorisë, të akuzuarve mund të shqiptohet burgimi përjetshëm. Avokatja Artena Ademi Seini, avokate mbrojtëse e 6 të akuzuarve, ka thënë përmes telefonit për Tribuna Channel se të akuzuarit në konfliktin e Kumanovës me 9 dhe 10 maj nuk kanë kryer vepër penale të terrorizmit dhe nuk janë përfshirë në organizata terroriste. Madje ajo ka përmendur edhe shkelje të shumta që janë bërë klientëve të saj, bazuar në nenin 70 të ligjit të procedurës penale, ku definohen të drejtat e të pandehurve e ku thuhet që çdo i pandehur ka të drejtë të bëjë shqetësim në shkresat dhe të ballafaqohet me provat kundër tij. Kjo e drejtë klientëve tanë është pamundsuar që të realizohet. Deri në mbarim të hetuesisë të dyshuarit nuk janë ballafaquar me asnjë provë. E njëjta e drejtë nuk është realizuar as pas përfundimit të hetimeve, vazhdon të përmend shkeljet ndaj klientëve të saj avokatja Ademi Seini. Sipas së njëjtës dispozitë, çdo i pandehur ka të drejtë të japë deklaratë lidhur me veprën e ngarkuar, por edhe kjo e drejtë është shkelur 29 personave në rastin e Kumanovës. Prokuroria themelore me 4 nëntor kishte ngritur akt akuzë për ta, kurse mbrojtja akt akuzën e ka pranuar më 5 nëntor.